Shenjat e mençurisë duken. Kur gjen gëzim në gjërat të vogla dhe nuk pret arsye të mëdha për t'u ndjerë mirë. Kur bisedat e kota, thashë themet, nuk të tërheqin më. Kur preferon paqe se sa një luftë debatesh pa kuptim. Kur jep dashuri pa kushte njerëzve që të rrethojnë. Kur shprehja e mirënjohjes të vjen natyrshëm. Kur ul egon, kërkon falje, fal shpejt e plotësisht veten dhe të tjerët. Kur vlerësime dhe komplimentat e sinqerta nuk i kursen. Kur i ndan meritat për arritje dhe merr përgjegjësi për dështimet. Kur përdor më pak fjalën unë dhe më shumë fjalën ne. Kur e kërkon lumturinë brenda vetes dhe jo në rrethanat e jashtme. Kur i respekton këndvështrimet e të tjerëve edhe nëse nuk je dakord. Kur gjykon më pak dhe pyet më shumë për të kuptuar. Kur përdor më pak fjalë fajësimi dhe justifikimi. Kur sugjeron nëse ta kërkojnë, nëse duhet dhe me takt. Kur i menaxhon më lehtë emocionet dhe situatat negative. Kur i shtyn marrjen e vendimeve nëse je i nxehur. Kur ke fuqinë të shkatrosh dikë që të ka bërë keq, por ti zgjedh ta falësh atë. Kur e di se këtë pyesësh dhe këtë dëgjosh. Kur i dëgjon të gjithë me respekt, po vlerëson më tepër mendimin e ekspertëve. Kur kupton se shëndeti fizik, mental dhe emocional është përgjegjësi që nuk delegohet. Kur e kupton se jeta është një dhuratë dhe vlerëson çdo moment të saj. Kur kalon më shumë kohë për të gëzuar me njerëzit e tu të dashur. Kur tregon kujdes në dhënien e premtimeve dhe i mban ato që jep. Kur e kupton se pritshmëritë ndaj të tjerëve lëndojnë. Kur gëzohesh me arritjet e miqve të tu. Kur qëndrimi pozitiv të vjen natyrshëm, por realitetin nuk e injoron. Kur i shikon problemet dhe vështirësitë si dhurata, e jo si dënime. Kur jep më të mirën tënde, edhe kur askush nuk të shikon. Kur largon mendjen shpejt nga një dështim, por mësimin nuk e harron. Kur e shikon frikën si arsye për të vepruar dhe jo për të ndalur. Kur je më i hapur dhe kërkon vazhdimisht ide të mira nga kudo. Kur e kupton se sa pak di dhe heq dorë nga ideja i të qenurit perfekt. Kur jeton me përullësi, pavarësisht arritjeve të tua. Kur e kupton rëndësinë e vlerave dhe jeton me ato. Kur tregon kujdes për identitetin dhe mentalitetin tënd. Kur bindesh se rritja dhe zhvillimi personal nuk ndalet asnjëherë. Kur e kupton se njohuria ka vlerë vetëm nëse ajo zbatohet. Kur të intereson më pak opinioni të tjerëve. Kur fillon dhe krahason vetëm me potencialin tënd dhe jo me të tjerët. Kur e kupton se do të korrësh atë që do të mbjellësh dhe ti zgjedh të mbjellësh mirësi. Kur vetë disiplinën e bën zakon, e shikon atë si bekim dhe jo si dënim. Kur ndalon se folur negativisht për veten dhe fillon ta duash atë. Kur kujdesesh që të jesh i drejtë me të gjithë dhe jo i pëlqyeshëm për të gjithë. Kur jep, kontribon dhe ndihmon të tjerët pa menduar asgjë në këmbim. Kur e bën prioritet energjinë dhe motivimin tënd të përditshëm. Kur e pajis veten me buzëqeshje dhe entuziazëm çdo ditë. Kur i pranon paradokset në jetë dhe fillon të jetosh me ato. Kur i jep më shumë besim njerëzve, por sistemet nuk i haron. Kur i bën të gjithë njerëzit rreth vetes të ndihen se kanë vlerë brenda tyre. Kur tregon më shumë durim dhe kupton se gjërat e mira duan kohë. Kur e sfidon vazhdimisht veten duke i rritur standardet e tua. Kur punon fort dhe gjatë, por nuk dal për mirësimin e të punuarit më zgjuar. Kur e kupton se nga jeta merr atë që meriton dhe jo atë që dëshiron. Kur e kupton se në jetë asgjë nuk është e mirëqenë dhe e vlerëson atë para se të jetë vonë.